arti në realitet bëri historinë për shekuj. Andaj, ata që krijuan dhe realizuan këtë spektakël, krijuan dhe dhanë për çdo vit çmimin albumi historik. Zatën, historia botës është edhe biografia njerëzve të mëdhej. Për të na zbuluar se kush është fituesi i çmimit albumi historik për këtë vit në Zhurma Show Awards 2012, zonja dhe zotëri, ftoi në skenë njërin nga emblemat e mëdha të muzikës shqiptare, zonja dhe zotëri, Ramadan Krasniqi Dani. Faleminderit të gjithëve. Dani, si gjithmonë, fjalë pak e këngë shumë. Albumi historik për këtë vit shkon tek një artist i madh, Dan Krasniqi, do na zbuloj. Kush tjetër veç i madhi Luan Hajra. Luan Hajra, albumi historik në Zhurma Show 2012 Awards. Ju falenderoj shumë. Ju përgëzoj me të vërtetë për këtë spektakël. Me të vërtetë këtë spektakël është krenari të kesh këto artista të ri para veti. Po edhe të moshuar. Ju uroj suksese. Falenderoj shumë. Urim edhe një herë. Faleminderit juve për gjithë krijimtarinë tuaj që na keni dhënë, na keni dhuruar Zoti Luan lulet për ju. Faleminderit shumë, faleminderit Dan Krasniqi, shumë faleminderit edhe për gjithë ato që keni bërë edhe ju. Sigurisht.